Agjencia Kombëtare Ujësillës Kanalizime prezantoi në Bashkinë Vaudejës projektin me vlerë 1.8 milion euro për ndërtimin e ujësillësit që do të furnizojë me ujë të pijshëm zonat e Paçaramit, Pistullit dhe Sfatharit. Në një takim me banorët e këtyre fshatrave, drejtori i përgjithshëm i ujësillësit Flowers Shoqi prezantoi këtë projekt të rëndësishëm. Ky është një projekt i cili ka një vlerë rreth 1.8 milion euro zonës të Pistullit, të Paçaramit dhe të Sfatharit. Ka një përmirësim të dukshëm të furnizimit me ujë të gjithë zonës. Ju dini shumë mirë që zona Pistull, Paçaramit funksionon me stacione pumpimit shumë të vjetra dhe pa rezervuar dhe me linja direkte. Zona Sfatharit ka pas dikur një sistem ujësjasit, po për shkak të ndërtimit të hidrocentralit u zu godina dhe doli çatëherë jashtë funksionimit. Dhe kjo solli ndoshta një largim të banorëve të asaj zone për efekt të mos furnizimit me ujë. Studia e projektimit, të cilën ka hartuar projektin në bashkëpunim bashkë me Agjencinë e Ujësjasë Kanalizimeve, do e pasqyrojnë të gjithë projektin në detaje dhe kush më mirë se ju i din të gjithë detajet e projektit dhe të gjithë rrugicat që ka zona e Pistull, Paçaramit dhe Sfatharit. Dhe jena gati për me përmirësu. Ajo që ka projekti ka hapjen e 2 shpimeve në Pistull për efekt edhe të sasisë ujë, se Paçarami dim që ka një sistem pumpimi, por që nuk ka ujin e duhur. Vendosin e një rezervuari 400 m3 te reparti ushtarak ku ka qenë, i cili do bajnë atë furnizimin me ujë edhe të Pistullit, por edhe të Paçaramit. Objekti ka që çdo shtëpi do të shkojnë maci, uji dhe rehabilitimin, se di që e keni marrë, ka rehabilitimin e të gjithë rrugëve dhe riktimin në gjendje tërëstare. Po kështu është edhe Sfathari. Kryetari i Bashkisë Vaudejës Kristian Shkreli falenderoi kreun e Agjencisë së Ujësillësit për këtë investim të nevojshëm për banorët e atyre zonave. Sot kena kënaqësinë kena drejtorin e përgjithshëm të Ujësillës Kanalizimeve. Do më falenderoj sepse është iniciativa e tij dhe ka bërë maksimumin që ky projekt i ujësillësit të Paçaramit dhe të Pistullit të bëhet realitet dhe siç e dini kanë filluar punimet dhe po bëhet një punë shumë e mirë. Gjatë prezantimit të projektit në Bashkinë Vaudejës, banorët e Paçaramit, Pistullit dhe Sfatharit dhanë mbështetjen e tyre për këtë investim jetik për ta që e presin prej kohësh.